vendit gjykata kushtetuese në mënyrë shprehimore 3 herë ka thënë që detyrimisht deputetët janë të obliguar të marrin pjesë në votim dhe pastaj këta do të sqarojnë çka nëse nuk marrin pjesë. Okej, rregulloj pak kamerën se shkoj lart. Taulan, ndërkohë që mentori e ka një ndërhyrje. Mentor Shala. Por nani. Një pyetje kam të shkurt. Sot ka lënë afati në orën 12 natës. Për afati kushtetues. Domethënë, që është i parapon pikën 2 të nenit 86 që është detyrues. Domethënë jo më vonë se 30 ditë duhet të kemi president, duhet zgjedhet presidenti. A mundet të qysh nesër ose mas këtij afati më herë, mas orës 12 presidenti ja më shpërndau kuvendin edhe më shpall zgjedhjet në bashkëpunim ose në koordinim me partitë politike? Po, kushtetuta është e qartë në rast kur nuk mundet të zgjedhet presidenti nëse hyn në 3 votime. Kjo është shumë e qartë. Po në rast mund të ndodhe në rast që në votimin e parë stopohet rasti dhe që rasti shkon në gjykatë kushtetuese, pastaj pak situata është më ndryshe. Po veç aty falves pak, aty pika 2 është detyruese, thot, jo më vonë se 30 duhet. Të zgjedhë presidenti. Vërtet e di. A është shkelje nëse ka lënë 12? Pyetje me vend, nuk përjashtohet mundësia që gjykata kushtetuese thotë që është konsumuar dhe nuk e keni zgjedhur presidentin brenda 30 ditë dhe duhet të shkohet në zgjedhje, po unë konsideroj që gjykata kushtetuese mundet me dhënë edhe një interpretim tjetër. Jo, pyetja jem ke pa shkuar në gjykatën kushtetuese, a mundet presidenti ja më shpërndau kuvendin? Qysh nesër për shembull, ose po mundet me shpërndau, po mundet dikush edhe m'ia kontestue në gjykatë kushtetuese aktin e shpërndarjes. Mundet me ja kontestu? Po, mundet me çunë gjykatë kushtetuese. Ti Halila, ke diçka për juristin? Nëse shpërndahet sonte kuvendi zoti Taulan. Kush e çon gjykatë kushtetuese? Personat e autorizuar mundet me çu qeveria, mundet me dërgu 10 antar të parlamentit. Jo, antar të parlamentit s'ka mo, Taulan. Po e çon qeveria dhe presidentja vet ka drejt me të dërguar. Po ajo nëse është përmbën edhe avokati nëse është shpërndan presidenti, ajo s'ka nevojë më me dërgu në gjykatë kushtetuese. Po e dërgon qeveria, sa qeveria është pale autorizuar. Okej, pastri Shala, keni ndonjë Nëse nuk e di, kjo është pyetje hipotetike. Hipotetikisht ne po flasim. Qeveria me ro kuvendi bën edhe qeveria Taulan. Se s'po e di ma ka se mund të na befasojnë ta zgjedhin presidentin. Ngarja në Konjufsa dhe Kolçaku. Mos po bëhet zona Kolçaku presidente. Nuk ish dash momentet fundit marr kështu, ka pas mundësi më herët të më mendo dhe më zgjedh presidenti, apo më provu më zgjedh presidenti pak më herët, jo me lanë gjys 12. Ende s'kemi mrit gjys 12, i kemi edhe një orë e 15 minuta. Shpreja është që përdojnë. E qartë, një shaka shumë e vogël. Po të falenderoj shumë që u lidhe direkt me neve. Taulan Hodaj, nuk e di na jenë New Jersey apo jenë në New York. Jam në New York, në Staten Island. Në Staten Island, po, te ishulli ku ka shumë komunitet shqiptar, ku mbizotrojnë shqiptarët e Dibrës kryesisht edhe. Që po kthena që një vetur me flamur Shqiponje se kia atë, mbrapa meje. Me flamurin e Halil Matoshit që nga. Jo, ka pojnë shqiptarëve, absolutisht. Shaka e vogël. Okej, ju përshëndes. Natën mirë, inshallah zgjidhet